Tjetra thot, çfarë do thot fjala Assalamu alaikum? Thot, kjo fjalë është përshëndetja më e bukur. Është përshëndetja e të gjithë pejgamberëve, me të cilën Allahu i ka udhëzuar pejgamberët e tij, edhe deri te pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe është përshëndetje e banorëve të xhenetit, dhe është përshëndetje që përfshin lutje për të mirat e atij të cilin e përshëndet. Do të thënë, besoj se në shumë gjuhë, edhe në gjuhën tonë, përshëndetje, do thotë është sikur të lutesh për shëndetin e dikujt. Mirë po, lutja vetëm për shëndet nuk është gjithë përfshirëse. Fjala selam do thotë shpëtim dhe mbrojtje. Do të thënë edhe shëndet, edhe në shëndet, shpëtim edhe mbrojtje në shëndetin e njeriut, edhe në pasurinë e tij, edhe në familjen e tij, edhe në fetarinë e tij, dhe në jetën e dunjas dhe jetën e ahiretit. Prandaj, do të thënë, kjo përshëndetje e bukur e mrekullueshme është Assalamu alaikum, do të thënë paqja dhe shpëtimi dhe mbrojtja, edhe fjala selam ose selame, do të thënë shpëtim prej çdo tmete, pra gjitha këto qofshin me ju. I përfshin vetëm fjala selam, do të thënë këto kuptime, dhe kjo nuk mund të zaventësohet me asnjë fjalë tjetër. As të ngjat jeta, të zgjat jeta, do të thënë, as përshëndetje, me përshëndetin tënd, as mirëdita ose mirëmbrëma, nuk janë, do të thotë, kështu lutje që përfshin këto kuptime. Do të thënë janë lutje shumë të kufizuara, ose lutemi vetëm për shëndet, mirë po shëndeti nuk është gjithçka. Edhe pse shumë thonë, kur e ke shëndetin i ke të gjitha, mirë po ka njerëz që kanë shëndet, po u mungojnë shumë gjëra. Pastaj më e rëndësishme është jeta e ahiretit, sesa jeta e dunjas. Kurse kjo mirëdita do të qoftë e mirë dita, kjo ditë, do të thënë është lutje shumë e ngushtë, vetëm për një kohë, për një afat shumë të shkurtë. Ose të zgjat jeta, ajo mund të jetë një kuptim edhe mallkim. Do të thënë jeta e gjatë pa mirësi dhe pa udhëzim mund të jetë, do të thënë, shumë dëshpërim për njeriu. Prandaj jeta e gjatë me vepra të mira, me mençuri të plot, me fuqi dhe shëndet, edhe me vepra të mira, kjo është lumturi. Kurse jeta e gjatë me smundje për shembull, ose me humbje të mendjes, ose pa këto, por me vepra të këqija. Kjo është dënim. Prandaj, të zgjat jeta vetëm kaq, kjo nuk është përshëndetje, po është mallkim në realitet. Prandaj, nuk ka zaventësim për këtë përshëndetje të mrekullueshme të pejgamberëve, edhe të banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum. Do të thënë shpëtimi, mbrojtja, paqja, plotësimi dhe përsosmëria qoftë për ju. Do të thënë që në çdo aspekt jeni në mënyrën më të mirë.